Numri i viktimave nga tërmeti katastrofik në Myanmar është rritur në 3003, ndërsa 351 persona rezultojnë ende të zhdukur, raporton Reuters. Shirat e dendur dhe kushtet e motit po pengojnë përpjekjet e ekipeve të kërkim shpëtimit, duke vështirësuar aksesin në zonat më të prekura. Sipas një punonjësi të ndihmës në Myanmar, kushtet atmosferike janë kritike, shi po bie dhe ka ende shumë të zhdukur. Në Mandalay, veçanërisht nëse fillon të bjerë shi, njerëzit në rrënoja do të humbasin jetën edhe nëse kanë mbijetuar deri tani. Kombet e Bashkuara kanë alokuar $12 milion për ndihmë emergjente, përfshirë ushqim, ujë, strehim dhe shërbime të tjera për mbi 28 milion njerëz të prekur nga fatkeqësia. Ndërkohë, përplasjet e brendshme dhe lufta civile e vështirësojnë ndihmën humanitare në shumë zona të vendit. Pavarësisht situatës kaotike, qeveria e Myanmarit shpalli një armëpushim të njashëm për 20 ditë për të mbështetur përpjekjet e ndihmës, duke paralajmëruar se do të përgjigjet nëse rebelët rifillojnë sulmet. Edhe një aleancë e madhe rebele shpalli armëpushim për të mbështetur ndihmat humanitare. Ndërkohë, sfidat për popullsinë e prekur mbeten të mëdha, me shumë zona të izoluara që presin ndihmë. Ekspertët paralajmërojnë se përpjekjet e shpëtimit mund të zgjasin me javë të tëra për shkak të dëmeve të rënda në infrastrukturë dhe mungesës së burimeve të mjaftueshme për të përballuar krizën.